A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atamit taslim ala nabiyyina al-amin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ama ba'd, falendarimet, lavdrimet janë për Allahun xhalla xjalaluhu, salatet dhe selamet, përshëndetet, lutjet tona më të mira janë për më të mirën e gjithë pejgamberëve, Muhammedin të birin Abdullahut, mbi Ali Bejtin, familjen e tij të pastërt. Duat tona janë edhe mbi sahabët, shokët e tij të ndershëm dhe mbi gjithë ata të cilët e pasojnë sunetin e pastërt Muhammedit alayhi salatu wassalam deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, sot jemi inshallah në vazhdimin e ligjëratave tona ku jemi duke folur për gabimet e namazdive, e cilën inshallah do të mësojmë se cilat janë gabimet më të theksuara, qofshin nga imamt apo edhe nga xhamatlit, në mënyrë që të kemi një namaz më të plot, më të mirë dhe më të pranuar tek Zoti ynë dhe të mos i ulim sevapet të cilat shpërblimet e shumta të cilat i ka namazi. Herën e kaluar folëm kryesisht në lidhje me krijimin e safave në xhami, se si formohen dhe krijohen këto safa. Dhe i përmendëm se prej safave më të vlefshëm dhe më të shpërblyer tek nga ana Allahu Teala është safi i parë, e pastaj ato safa të cilët vijnë pas safit të parë. Dhe thamë që është detyrë e imamit që të mësojë xhamatin që të renditen, të rreshtohen si duhet në safat e namazit. Mirë po, dietarët kanë përmend se është mirë që imami kur të kthehet ka xhamati, të mos insistoje që të balancohet pozita e imamit dhe të jetë në mes. Edhe nëse safi anon ka e djata më tepër është mbush se sa nga ana e majt, imami për shembull është këtu, mes xhamisë. Edhe formohet safi nga prapa. Edhe për shkak haditheve të pejgamberit alayhi salatu wassalam se ana e djathtë është e bekuar dhe e shpërblyer dhe luten me laçet për anën e djathtë të safit dhe ka shpërblim më tepër, shohim se normal që xhamatlit lypen që të vendosen anën e djathtë të imamit, anën e djathtë të safit, në mënyrë që të fitojnë shpërblimet të cilat janë premtuar nga ana e Allahut Teala. E ndonjëherë shohim se imamët insistojnë që mos bëhet, po i thënë edhe ti pak dil knena anën e majt, sende që të mbetet imami në mes të safit, mirë po sikur që kanë thonë dietar mesin e tyre edhe Sheikh Bin Bazi, se kjo nuk është prej sunetit, po duhet që njerëzit shiqojnë të fitojnë sevape ku ka mundësi më shumë, e ana e djathtë është një gjë e tillë. Padë nuk prish punë nëse safi anën e djathtë është bërë më i gjatë, ana e djathtë të imamit është bërë më i gjatë se sa në anën e majt. Po ashtu një gabim tjetër, kanë thënë dietarë, që e bëjnë tek ne dhe mendojnë se është nga suneti, kur i formojnë safat, thot safa përpara le të bëhen burrat, fëmijët le dalin prapa e pastaj mbrapa fëmijëve të vendosen gratë. Për shembull Sheikh Albani thot, vetëm një hadith e kam gjetë në lidhje me këtë çështje dhe ai hadith nuk është sahih, prandaj nuk qëndron meselja që të formohen safat e burrave së pari, pastaj të fëmijëve e pastaj të formohen safat e grave. Fëmijët lirisht nëse janë fut në namaz, kanë marrë abdestin dhe janë përgatitur me fal namazin, edhe pse janë më të ri në moshë se të vjetrit, ata lirisht mund më u përzi me burra të tjerë në saf dhe me fal namazin. Edhe Ibn Abbasi ka qenë i vogël, edhe Abdullah ibn Omeri ka qenë i vogël, mirë po, në këtë pejgamberit se më shpjala, mirë po kanë fal namaz në safat e sahabëve, muslimanëve të tjerë, dhe nuk është saksu asgjë nga pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe nga praktika e sahabëve se janë kanë ata të parët burrat, pastaj në fëmijët e pastaj gratë. Do thotë trit dhe fëmijët qëndrojnë bashkë me burrat, e është e vërtetë se gratë duhet të qëndrojnë prapa. Dhe herën e kaluar përmenda hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam që safi më i mirë i grave është safi i fundit i tyne. Safi i burrave është safi më i mirë, safi i parë, ndërsa te gratë është safi i fundit, nëse kemi të bëjmë me përzierje
kur burrat janë përpara në xhami e gratë qëndrojnë prapa burrave, po s'ka ndoj perde apo ndoj mur, atëherë gratë shkojnë prapa falen e jo do thot në afërsi të safit të parë. Po ashtu duhet më mundu mos me u fal në safat e ndërprerë. Nëse shohim që një saf është i ndërprerë, duhet me shku edhe me e plotësu. Dhe është gabim, si në xhamiat e mëdhaja. Është gabim. Imami është qëtu. Safi vazhdon atje poshtë edhe she andej nuk është plotësu. Mos u lidh me një herë mas imamit, por shko deri në fund dhe plotësoj safat atje poshtë. E mos bëmi shkaktar të ndërprerjes së safave. Po ashtu, ndërprerja e safave është edhe me u fal mes dy shtyllave. Nëse shohim xhamia është me shtylla dhe janë shtyllat, mos shko me u fal mes dy shtyllave, se thot Abdulhamid ibn Mahmud, thot u falen bashkë me Enes ibn Malik ditën e Xuma dhe na shtyn drejt shtyllave. E ne fillum thot depërtojmë rreshtat e parë dhe të pasëm, atëherë Enesi than kohën e pejgamberit alayhis salatu wassalam ruheshim nga qëndrimi mes shtyllave. Hadithi ka përmendur edhe Sheikh Albani në silsile hadithe sahiha me numër rëndor 335. Do thotë nuk është e pëlqyme që të falemi mes dy shtyllave, sikur që thotë edhe Ibn Mesudi, mos u rreshtoni mes shtyllave. Andaj është mirë që të falemi në hapësirë ku nuk ka shtylla. Por nëse xhumaja është, bajrami është, apo namazi me xhamat plot full është xhamia, dhe tash pajzojmë tash në balkonat nëpër xhamia dhe ka shtylla për fundi. Tash çfarë më bën neve? Mos më fal fare këtu ne? Me të kalu këtu? Jo. Falem edhe aty se është e nevojshme. Do thotë nevoja na ka detyruar që me u fal në atë formë. Mirë po, do të më mundu me i bë xhamia sa më pak, shtylla sa të ka mundësi me ju largu shtyllave që na i këpusin safat. Për arsye se ka mundësi me hy në hadithin e pejgamberit alayhis salatu wassalam, man qata saffan qatahu Allah, kush e këput safin, Zoti e shkëput prej mëshirës vetë, sikur që e kanë komentu këtë hadith të pejgamberit alayhis salatu wassalam. Prandaj edhe minberet e gjata që këpusin safat, apo najhere po shofim edhe erkondishat të gjatë të mdhej që vendosin në mënyrë vertikale në tokë, që i këpusin safat, kjo nuk është gjë e mirë. Andaj, ajo çfarë sunet, këtë pejgamberit alayhis salam, suneti minberit ka qenë që tjetë 3 shkallë. Është e mjaftueshme. Është e mjaftueshme që 3 shkallë të jetë, dhe kjo zate nuk e bën ndamin e safave. Imami, atë që i duhet pozit imamit me fal namaz, sa janë 3 shkallë të minberit, e pastaj ne formohen safat pas imamit. Dhe sa minberat e gjatë, sidomos këtë kohë kur ka dhe mikrofona dhe zani është i qasshëm dhe i dëgjueshëm edhe për jashtë xhamisë, nuk ka nevojë që të ruhet diçka që nuk është prej synetit, por i ruajmë synetet e jo një traditë që e kem gjetë një xhami me një formë të tillë të minberit, edhe minberi është vendi në të cilën khatibi ditën e Xuma e man ligjëratën, hutbën e tij. E jo të mendojmë se duhet të ruhet një traditë e tillë. Tradita është e pejgamberit alayhis salam dhe duhet të ruajmë traditën e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu prej gjërave të papëlqyme nga ana e imamit është zgjatimi i tepërt i disa imamëve kur veç është bëj kameti dhe duhet me marr tekbirin fillestar, kur imami rrin qoftë në veten e vet bën dua apo kthehet ka xhamati edhe i zgjat do muhabete do sendese. Kanë thënë dietarët, ka mundësi që njerëzit që janë nga prapa të mos dëgjojnë dhe të mendojnë se u mur tekbiri fillestar dhe të futen namaz para imamit tyre. Por edhe nga syneti, nuk ka prej synetit që imami me ndajt, me bë niyet, me bë dua, apo me mësu xhamatin
bënë niyet me I fal 4 rekate namaz të farzit, thuju I disa këtij imamit, u ktheva prej kible, bla bla bla, këto muhabete kot së koti. Këto s'kan bazë në sunet pejgamberit alayhis salam. Puna e imamit është mu kthy ka xhamati me shiqu rreshtimin e safave të xhamatit dhe me mësu xhamatin që me fal namazin të rreshtuar, mi afru këmbët e tyne, supet e tyne, mos me lanë zbrastira, kjo është puna e imamit. Nuk ka puna e imamit mi kallëzu ç'është bëhet niyeti. Edhe me bën niyet me gojë, thuj e bëna niyet kështu, e bëna niyet ashtu, vendi I niyetit është në zemër, çdo shqiptim I niyetit me gojë s'ka bazë në sunet dhe si I till është bidat. Është risi. E çdo bidat, çdo risi është e refuzuar nga ana e Allahut azza wa jall. Po ashtu prej gabimeve që mujmë me I pa tek disa imam janë gabimet e drejt shqiptimit që nga tekbiri e deri tek leximi I Kur'anit. Andaj është shumë më rëndësi ai I cili I prin në namaz muslimanëve të dije mirë Kur'anin, të ketë drejt shqiptimin e mirë të shkronjave të Kur'anit dhe të ketë njohuri për rregullat e tajvidit, se si lexohet fjala e Zotit me rregullat që na I ka mësu pejgamberi alayhi salatu wassalam. Nuk është mirë të I prijen namaz njerëzve një njeri I cili nuk e ka shqiptimin e mirë të shkronjave, të cilat janë pak disa shkronja dallojnë prej shkronjave tona. Ka shkronja të cilat I shtrëngon me fyt, ka shkronja të cilat I nxjerr me grithje të fytit, për shembull ha, ose me grithje ha, ose është e lehtë, më I lehtë se h-ja janë, edhe thu he. Tash për shembull nëse imami nuk din këto dallime me I bë, ka mundësi me dëmtu edhe vlefshmërinë e namazit. Për arsye se kret tjetër send thot në gjuhën arabe. E prej momentit kur e merr tekbirin, vrem të disa që bëjnë gabime. Për shembull, kur e merr tekbirin fillestar Allahu Akbar, thot e Allahu Akbar. E Allahu në gjuhën arabe I bie a është Allahu më I madh. Që kjo, në momentin që ti, nëse me thonë Allahu Akbar, me marë tekbirin dhe me thonë Allahu është më I madhi, momentin kur ky thot, imami thot, e Allahu Akbar, I bie a është Allahu më I madh. Ka thonë dietarët, me bo me e ditë kuptimin që po e shtrembron dhe ai vazhdon dhe insiston në formë tillë me shqiptu tekbirin fillestar, Zoti na ruaj, bën kufër, leqe nuk ka namaz, po mund me dalë edhe tërësisht prej fesë. Se ka dyshime, a është Allahu më I madhi? E Allahu Akbar. Po direkt s'ka e Allahu Akbar, po direkt thuhet drejt për drejt Allahu Akbar. Direkt futesh në namaz, në tekbir, do thot të emni Allahu Ta'ala. Pa e Allahu Akbar. Prandaj kujdes për imamat të cilët prinë në namaz. Disa të tjerë e zgjasin shumë, për shembull zanorën. Në vend se vetëm të jetë 2 tonësh, e bën shumë tonin e madh që dëgjohet më gjatë apo për zbukurimin e zanit, edhe e çon emrin Allahu Ta'ala jashtë rregullave të gjuhës arabe. Për shembull, Allahu Akbar. Ndërsa emri Allahut është vetëm me 2 tone. Allahu Akbar. E jo Allahu Akbar me zgjatime të mëdha. Është fjala për imamat. Se e kam vret edhe muezinat edhe në Qabe, edhe në xhamit pejgamberit alayhis salam I bëjnë këto zgjatime, po ai është muezin edhe ndërhyrjet e tij, edhe nëse janë të gabume, që janë të gabume, në këtë rast nuk e dëmtojnë
namazin, për te imami është shumë me rëndësi që ti përmbahet rregullave dhe mos të bëje ndryshime, se ka mundësi disa ndryshime ta dëmtojnë edhe vetë namazin, po Zoti na ruaj nëse i den se po e dëmton dhe po insiston me vazhdu në mënyrë të njëjtë, atëherë mundet mu dëmtu edhe vetë çështja e besimit. Prandaj emri Allahu Teala është vetëm dy tansh. Allahu Akbar. Tjetër, kur thot Akbar, i shohim disa e zgjasin, edhe e bën Allahu Akbar. Shkurt është, një tansh është eja. Nuk o dy tanshë më tepër. Prandaj i thu Allahu Akbar. Allahu është më i madh, e jo Allahu Akbar. Dhe neve po vrejmë në herë lëshime të këtilla nga disa imamlarë të cilët duhet patur shumë kujdes që mos të bëjnë gabime të këtilla për të lexojnë dhe ta shqiptojnë ashtu siç është në sunet pejgamberit alayhis salam dhe duke i respektuar rregullat e gjuhës arabe. Po ashtu i sheh disa të tjerë të cilët thojnë për shembull Allahu Akbar, hëjën fare nuk e shqipton në emrin Allahu Teala, hë në but. Me njëherë del Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duhet Allahu Akbar, hë, ka hë, duhet të dëgjohet. Emri Allahu Teala përfundon me hëjën e but, gjuhës arabe. Allah, Allahu Akbar, e jo Allahu Akbar. Allahu Akbar s'ka, Allahu Akbar. Edhe xhamatli me qenë, mos thuj, unë vëllai jam imam, unë s'kam nevojë në më njoft to rregulla, jo, edhe vetë kur të falësh janë rregulla edhe për ty. Po edhe nëse del mi u pri dikuj, të kesh kujdes. A je më i dishmi në mesin e atyne që vëdën me dalë mi u pri namaz. Prandaj kanë thonë dietarët, nxito me u bë muezin, kërko me thirrë zana i kamet, mirë po largoje përgjegjësisë imamllëkut. Mos prano në vullnetare me dalë, në të qesin imam, së është përgjegjësi. Po është edhe privilegj, edhe merr sevapin, nëse e ka qelluar merr sevapin edhe këtyre namazive që janë për mrapa pa ju mungu aty në asgjë prej sevapeve tyne. Mirë po, është shumë me rëndësi që me i shqiptu mirë shkronjat, e jo me ndru tërësisht kuptimin Allah na ruaj, apo me bol lëshime të cilat nuk janë nga rregullat e gjuhës arabe. Ose për shembull me elan tërësisht rëjen në fund. Allahu Akbar. S'është rëja hiç. Allahu Akbar. Ku rëja? Jo po unë thash në vetën, jo duhet me dal, mu shqiptu, mu dëgju rëja. Allahu Akbar. Rë ka në fund. Akbar, jo akbar. Prandaj thash, duhet shumë patur kujdes që të shqiptojmë rregullat si duhet prej fillimit, do të thotë prej tekbirit fillestar, e po ashtu edhe gjatë leximit të surës Fatiha. Për shembull, kur të lexojmë surën Fatiha, duhet që para saj nuk i lejohet imamet që të zgjas tekbirin. Po duhet, ka thonë Ibn Hazmi, ta shpejtoje atë. Mos ta se kështu e harrua edhe këtë çështje. Tekbiri merret para se me ndru pozitën. Për shembull, nuk shkohet në ruku e mastane me marr tekbirin. E merr tekbirin para se me shkon në ruku. Do të thotë tekbir merr, Allahu Akbar, edhe shkon në ruku. Allahu Akbar, shkon sejdë. Allahu Akbar, kthehesh prej sejdës. E jo me vo kalimin para se me marr tekbirin. Prandaj është më rëndësi tekbiri merret, tek pastaj në bëhet kalimi prej ruknit në rukën, jo
do të thotë me i bëm, kalimin do të thotë pa e marë tekbirin. Po ashtu, një gabim tjetër është çështja e marrjes së tekbirit duke shku në ruku. Kur e kemi namazin, dërun vllazën, kur e kemi namazin, edhe në ka ik leximi në reqatin e parë i imamit. E kemi zënë në reqatin në ruku. Imamin e kemi zënë në ruku. Çfarë duhet me bë? Nëse e zëjmë imamin në ruku, para se me ngrit ai, e kemi zënë në reqatin. Dhe s'kemi nevojë me ngrit, pastaj me plotësu reqatin. Mirë po, nëse nuk e kemi, do të thotë, nëse kemi ardhur dhe po dojmë me u lidh, disa çka bëjnë një gabim, tu ecë, Allahu Akbar, edhe shkon në ruku. Tu shkon në ruku merr tekbir. Kjo është e ndaluar. Kanë thonë dietarët, tekbiri për më u fut namaz do të me marr tekbirin fillestar. E tekbiri fillestar merret në qiyam duke qenë kom, jo të shku në ruku. Për shembull, ky duke dash me arrit imamin në ruku, ky shkon edhe tu ec apo duke u laku e merr tekbirin fillestar, që është iftitah tekbiri ose tekbiri fillestar. Përkundrazi, duhet mas pari Allahu Akbar të merr tekbirin, edhe nëse s'ka arrit mi ngrit durët, edhe nëse është presioneti ngritja e durëve. Mjafton ky tu qenë kam me thonë Allahu Akbar, me shku në ruku, me 2 tekbire. Por, nëse e vrenë se nuk po arrin me marë tekbirin e dytë, mjafton edhe tekbiri parë. Për shembull, e ka marë tekbirin e parë, Allahu Akbar, në kam të qenë, Allahu Akbar, edhe o shku poshtë, e zu imamin, pa thonë vetë, Allahu Akbar, insha Allah ka dhëtë djetartë, e ka zënë në rukun, edhe pse s'ka arrit me e marë tekbirin e dytë. Prandaj tekbiri i parë është shumë i rëndësishëm që me e marë tekbirin, dhe me thonë në kamp, para se me shku në ruku. Pasi e ke marë tekbirin, edhe je hyn namaz, e lexon duan që subhanakallahumma wa bihamdik, kjo lexohet në vete, pastaj ne jemi te bismillah, para se me fillu surën Fatiha. Pejgamberi alayhis salatu wassalam e lexonte besmelen në emrin të Allahut Teala, thoshte bismillahirrahmanirrahim, edhe vazhdonte elhamin dhe sure apo ajete kuranore tjera pas surës Fatiha, pas elhamit. Mirë po, nëse imami e thot bismillahirrahmanirrahim me za, edhe elhamin me za, a është në rregull kjo punë? Sigur që e kanë spjegu dietar mesin e tyre dhe Ibn Qayyim el-Jauzi, në rregull është se është e bazuar në hadithet e pejgamberit alayhis salatu wassalam, që Resulullahi sallallahu alaihi wasallam kërkoi ndjes, e ka marr, do të thotë e ka lexu bismillahin në herën në namaz me za, por shumicën e rasteve bismillahin e ka pas pa za. Tash disa dietar kanë thonë që e ka lexu me za, ka qenë për me mësu sahabët, që ka mundësi me qenë një gjë e tillë. Por neve nëse dojmë me zbatu sunetin e pejgamberit alayhis salatu wassalam, është mirë që ndonjëherë me thonë bismillahin me za, e shumicën e rasteve e themi në veten tonë, e pastaj ne fillojmë direkt, futemi në surën Fatiha dhe lexojmë elhamin me za, pa u dëgjue besmelja, ose pa e thonë bismillahirrahmanirrahim me za. Po me njëherë gjemati e dëgjën zanin e imami, duke thonë Elhamdulillahi Rabbil Alamin, e vazhdan. Ibn Qayyim el-Jauzi thot, pejgamberi alayhis salatu wassalam nga njëherë shprehte me za bismillahin, por shumicën e rasteve e thoshte pa za. Dhe kjo është ajo e cila duhet ditë. Për arsye se ka për njerëzve të cilët për fat të keq mendojnë se nëse e ka thonë imami bismillahin me za,
e ka prish namazin, apo ka edhe fanatik të tjerë, sidomos nga radhët e shafive, të cilët mendojnë se nëse nuk i ka thonë me za besmelen, atëherë nuk është e pranuar namazi i tyne. Për shembull, shumicën e rasteve tham pejgamberi alayhis salam e ka fal namazin pa e shqiptu me za të lartë besmelen. Thot jam fal, sahabia thot jam fal me pejgamberin alayhis salatu wassalam, sikur Anas ibn Malik, thot jam fal me pejgamberin alayhis salam, Abu Bakrin, Omerin, Uthmanin radhiyallahu anhum, Allahu qoftë i kënaqur me gjithë ata, dhe nuk kam dëgjuar asnjënin prej tyre të thoshte në fillim Bismillahirrahmanirrahim. Është fjala zëshëm. Në vetën e vetë kanë lexuar, mirë po nuk e kanë rrit zanin. Apo në një transmetim tjetër ka thonë direkt e kam dëgjuar të thonë Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Prandaj ky mendim është mendim edhe i shumicës së sahabëve që shumica e namazeve me u fal me besmele pa za, po direkt me u fut në leximin e surës Fatiha. Ky është mendimi i Omerit radhiyallahu anhu, Aliut, Ammar ibn Yasir, Abdullah ibn Abbas, po ashtu Ibn Mesudi dhe shumë të tjerë, edhe prej ulemave të mëvonshëm, sikur që është mendimi i Sufjanit, gjithë dietarëve të Kufës, Imam Ahmedit, Ishakut, Ebu Ubejde dhe dietar të tjerë. Mirë po, kanë thonë dietarët, nëse në vendin tënd nuk është shumë e njohur çështja e leximit të surës, do të thotë besmeles me za, atëherë edhe fort mos e praktiko nëse ta merr mendje se mundet me shkaktu polemik edhe huti në mesin e xhamatit. Kur të falesh në herë me grupe më të vogla të cilët e dinë këtë çështje, praktiko kohë pas kohë edhe këtë çështje, por nëse je në një xhamat i cili nuk ka shumë dije fetare në këto çështje, atëherë nëse ta merr mendje se mund me bë fesat, atëherë mos e shqipto besmelen me za. Dërsa sa i përket çështjes së surës Fatiha, prej sunetit është që të lexohen ajetet ndarazi. Do thotë të lexohen ajetet duke u ndal, jo duke i lidh. E lejuar është, por pejgamberi alayhis salatu wassalam shumicën e rasteve thoshte, sikur që e gjejmë në hadith të pejgamberit alayhis salam, lexonte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duke thënë Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Do thot ndamës, çdo ajet ndalej në ta. Por nëse e lexon dhe i bashkon ajetet, nuk ka pengesë, ka thënë dietarët, është e lejuar, por preferohet që ajetet të jenë do të jenë të ndame. Jo sikur disa, për shembull, që ngutet sa më shpejt me e lexu, sidomos namazet e teravive, që me një fry me e lexu surën Fatiha. Kjo nuk është prej ishareteve të dijes së imamit, kur mundohet me një fry me lexu surën Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Suneti është ndamas me lexu ajetet. Mirë po, ja që dikush, për fat keq, mundohet që sa më shpejt me përfundu namazin. Namazi është kënaqësi, e jo me u kënaq pse e kryta namazin, po me u kënaq me namaz dhe me i shqiptu drejt fjalët. Për shembull, jo më ardh edhe me lexu y nëse është u, kur në gjuhën arabe nuk ka y. Elhamdulillahi thuhet, po elhamdulillahi, ose me lexu në vend dhëjes, me lexu z, ellezine.
Ellezine an'amta alehim, po duhet me lexu elledhine. Si është në originalin e vet, pa shtrembru asgjë prej fjalëve, prej ajeteve të Kuranit. Ose disa, për shembull, me lexu në vend dallin, wala dallin, thot wala dha, e jo dha. Kjo gabim. Duhet wala dallin, e jo wala dallin. Ose wala dallin me d të but. Po thash, shumë është më rëndësi që të shqiptohet drejt çdo shkronjë e gjuhës arabe. Edhe ku është e dyfishuar që quhet tehdit të bëhet tehdit. Për shembull, mos lexohet iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, po iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Në thot e sheh është me iyyaka ka më qenë, jo iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ose na'budu ain. Nëse ain ka me dal, jo na'budu. Dhe thot drejt shqiptimi është shumë i rëndësishëm në faljen e namazit të nderuar vëllezër, në mënyrë që inshallah të kemi namazin e plot. Lutim Allahu Teala inshallah që ne pranoj lutjet tona, namazet tona, deri në takimin ton të radhës, mbeqit për kujdesin Allahu Teala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.